Po shëndetet dhe faleminderit për pjesëmarrjen dhe për kohën që do harxhoni duke u përgjigjur interesit ton. Po lexoja relacionin që ju e lexuat në mënyrë të përmbledhur dhe duke qenë se ligji vjen na u tha si detyrim, për të përqasur me aki komunitar etj me radhë, domethënë me gërmën e shkruar të direktivave të Bashkimit Evropian. Në faqen 6 relacionit që ju keni paraqitur, në faqen 8, në faqen 10, në faqen 11 të relacionit dhe kështu në vazhdim, sa herë përmendet një direktivë e Parlamentit Evropian, e Këshillit të Evropës apo të çfarë do lloj institucioni evropian, është krejtësisht e qartë dhe ju e citoni: trajtimit të barabartë të burrave dhe të grave, paga me vlerë të barabartë midis burrave dhe grave, luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, barazisë de facto midis burrave dhe grave, paga 50 me 50% midis, arritja e barazisë plot 50% midis burrave dhe grave, punëtorëve shtatëzëna, trajtim të barabartë për burrat dhe gratë, zbatim të parimit të trajtimit të njëjtë midis burrave dhe grave, zbatim të parimit të mundësive të barabarta midis burrave dhe grave, mundësi të barabarta midis burrave dhe grave, trajtim të barabartë midis burrave dhe grave, luftë kundër dhunës ndaj grave, punëtorëve shtatëzëna, trajtimi barabartë për burrat dhe gratë, trajtimi barabartë për burrat dhe gratë, mundësi të barabarta midis burrave dhe grave, trajtimi të barabartë midis burrave dhe grave, vlerë të barabartë midis burrave dhe grave dhe kështu vazhdon. Chelsea, për atë që quhet barazi gjinore, ka një terminologji, barazi midis burrave dhe grave. Pse? Në një shoqëri të dominuar nga burrat, ju duhet dhënë më shumë mundësi grave. Një ligj të tillë ne e kemi, mund ta pasurojmë, Kur shoh terminologjinë e ligjit që ju keni paraqitur, përveç se në nenën 7.d, që flet me të vërtet me terminologjinë eksakte të të gjitha aki komunitar, të të gjitha materialeve të miratuara që ju vetë citoni, në të gjitha pikat e tjera të ligjit sa herë përmendet, përfshi për mendimin tim neni mos skandaloz, neni 10, ai që përcakton gjuhën me ndjeshmëri gjinore, është totalisht jashtë çdo përcaktimi që sapo ju lexova. Ka një konfuzion të qëllimshëm për mendimin tim, të vazhdueshëm midis preferencave seksuale dhe përcaktimit të gjinisë. Në një kohë, kur siç ju lexova, të gjitha aki komunitar përcaktojnë burrin dhe gruan. Është një ligj që duhet të fuqizojë barazia gjinore, duhet të fuqizojë gruan në një shoqëri të dominuar nga burrat. Jo barazi gjinore, sepse mund të kemi, ju lutem na informoni nëse ka ndodhur ndonjëherë, që diku në ndonjë cep të këtij vendi burrat janë në fundrën e grave. Pas ka dhe raste të tilla, jam shumë kurioz ta di. Përse në ligj nuk flisni me gjuhën burri dhe gruaja, siç e keni cituar vetë në relacion? Por keni stereotipet, zakoni, etj. Me radhë do t'i kemi nen për nen këto. Përse nuk përdorni gjuhën me cilën flet Bashkimi Evropian dhe që ju e keni cituar këtu, po keni një gjuhë tjetër? Përse në ligj ngatrohet për preferenca seksuale e një individi me gjinin e individit? Keni një përgjigje për këtë? Po, zonja Seferi. Në fakt, siç edhe e prezantova, i gjithë projekt ligji ka të bëjë me barazinë gjinore. Ju sapo na e vërtetuat dhe pak më shumë që edhe gjatë shpjegimeve tona në relacion, ne në të gjithë frymën e projekt ligjit kemi çështjet e barazisë mes burrit dhe gruas. Dhe nuk kemi çështje të tjera të cilat trajtohen ndryshe. Nuk flasim as për preferenca seksuale, nuk flasim as për gjini dhe identitete të ndryshme. Ne jemi duke folur në gjatë gjithë terminologjisë së
ligjit dhe teknikës legjislative, të paktën aq sa drejtoritë tona juridike e përcaktojnë, kemi të bëjmë pikërisht me frymën e të gjitha direktivave mes barazisë mes burrit dhe gruas. Dhe fjalën gjini që është përdorur apo është përkufizuar, ka disa përkufizime pikërisht në frymën e direktivave të Konventës së Stambollit. Dhe Konventa e Stambollit është ajo që e ka përcaktuar në fakt rolin, aktivitetet, gjithçka ka të bëjnë me gjinin. Është një aki e cila është e detyrueshme e miratuar nga vetë Bashkimi Evropian në vitin 2023. Dhe fryma e të gjithë ligjit është e barazisë mes burrit dhe gruas. Në çështjet e nenit 10, të cilat kanë të bëjnë me gjuhën me ndjeshmëri gjinore, patjetër që ne e kemi me shumë kontribut në këtë pikë, sepse shpesh herë ka një gjuhë seksiste e cila në fakt shpesh herë detyron një burr apo një grua që të përgjigjet dhe të flasë me një gjuhë të ndjeshme gjinore. Pra ky projekt ligj përcakton një standard pak më të lartë. Duhet të kemi një gjuhë të ndjeshme gjinore ndaj burrit dhe ndaj gruas. Sigurisht që të kemi kujdes në momentin në cilin i drejtohemi dhe të kemi një barazi të qartë mes tyre. Patjetër që gjuha e ndjeshme gjinore ka të bëjë edhe me përgjegjësinë personale apo të çdo kujt që e përdor atë, por vendosja në këtë projekt ligj është një standard evropian i cili është pjesë e direktivave dhe e të gjithë konventave të detyrueshme për ne, të cilat janë të ratifikuara. Konventa e Stambollit është ratifikuar në vitin 2012, ka kaluar në 2011, Shqipëria është bërë palë, në 2012 Konventa e Stambollit është miratuar në Parlamentin e Shqipërisë, kështu që jemi të detyruar që këtë frym ta reflektojmë edhe në ndryshimet e këtij projekt ligji. Po, faleminderit zonja Seferi, zoti Strazimiri. Neni 6, ndalimi i diskriminimit për shkak të gjinisë. Trajtim më pak i favorshëm për shkak të gjinisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, shprehjes së identitetit gjinor, karakteristikave të seksit, trajtimit që i bëhet është bërë për persone me gjinitete për shkak të gjinisë. Kur thoni identitet gjinor, dhe të gjitha këto terma, pse nuk flisni me termat e akij komunotar, burrit dhe gruas? Përse gjithë to terma, përse gjithë kjo terminologji, dhe jo me terminologjinë cilën përdorni ju vetë në relacion, burri dhe gruaja. Në fakt, neni 6 është neni i cili përcakton mos diskriminimin. Në Republikën e Shqipërisë nuk duhet të diskriminohet askush për shkak të gjinisë. Dhe pikërisht ky nen e përcakton qartë në këtë projekt ligj se çfarë parashikon në kuptim të mos diskriminimit. Dhe kjo është ajo çka ne kemi dashur që ta përcjellim nën frymën e direktivave dhe të konventës. Ndalimi i diskriminimit gjinor. Gjithçka që është diskriminim parashikohet si veprim i ndaluar në ligj dhe diskriminim cilësohet çdo trajtim më pak i favorshëm i një personi për shkak të gjinisë, identitetit gjinor, shprehjes gjinore ose karakteristikave të tyre në krahasim me trajtimin që më fal, a mund ta mbaroj të lutem? Okej. Pyetja ime ishte konkrete. Kur thoni identitet gjinor, gjini gjithëpërfshirëse, çfarë keni parasysh? Nuk ka asnjë gjini gjithëpërfshirëse, nuk ka asnjë identitet gjinor që përcakton ky projekt ligj. Ky projekt ligj përcakton mos diskriminimin për shkak të gjinisë. Pra, është diskriminimi i bërë ose do t'i bëjë një personi të gjinisë tjetër në një situatë të njëjtë ose të ngjashme. E drejta për mbrojtje nga diskriminimi është një e drejtë universale e sankcionuar në Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit, e zbatueshme në Shqipëri
nga neni 14, i cili parashikon se gëzimi të drejtave dhe lirive të përcaktuara në këtë konvent do të sigurohet pa diskriminim në bazë të seksit, të racës, të ngjyrës, të gjuhës, të fesë, të mendimit politik ose ndonjë mendimi tjetër, origjinës kombëtare ose shoqërore, pakicave kombëtare, pronës, lindjes ose status. Në përcaktimin e një situate për Zonja Seferi. Po ta mbaroj më zotri. Zoti Strazimiri. Fal deputet. Ato që ju po lexoni, unë i kam përpara dhe i kam lexuar. Në qoftë se ju pyes për diçka, unë pyetjen e dua fare shkurt. Ju kërkoj një përkufizim, çfarë keni parasysh? Në qoftë se ti më shkon prap ke neni si është shkruar, atë e kam përpara. Dakor? Kur thoni identitet gjinor apo ndjeshmëri gjinore gjithë përfshirëse, çfarë keni parasysh? Po, ju lutem zonja Seferi, ju lutem. Kam parasysh mos diskriminimin për shkak të identitetit gjinor. Kam parasysh që nuk duhet të diskriminohet askush në Republikën e Shqipërisë për shkak të gjinisë. Po zonja Seferi, ju lutem. Po zoti Strazimiri. Tek identiteti gjinor, ju pyeta çfarë konceptoni me identitet gjinor në bazë të këtij ligji, kur të gjitha aki komunitare që keni përdorur në relacion, flasin midis burrit dhe gruas. Dhe flasin për trajtimin e gruas në mënyrë të barabartë. Jo me identitet gjinor, as gjithë përfshirës, as kudiu se çfarë. Çfarë keni parasysh me identitet gjinor? Ju lutem mos lexoni gjë, ma thoni me fjalë. Po, zoti Strazimiri, shumë faleminderit. Zonja Seferi, do t'ju lutesha që për përgjigjen për zotin Strazimiri t'i referoheni ligjit numër 10/221, datë 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi në një. Të lutem shumë korrekte, çfarë presupozoni ju me këtë pyetje që bën kolegu? Referojuni ligjit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi, që është miratuar në 2010 nga majoranca e zotit Strazimiri. Dhe mos më hyni ti mbushni mendjes se dhe unë po them çka ka dash me thënë në neni një ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi zoti Strazimiri kur ka ngrit dorën. Se dhe unë tani kam pyetjet e mia. Dakor? Tani lutem shumë mos më hyni më bëni teori, lexo çka ka kuadri ligjor fuqi. Dakor? Po. Mund ta lexoni. I nderuar kryetar, që në krye të herës e thash që projekt ligji ka frymën e antidiskriminimit dhe përcakton të gjitha reflektimet që ligji për antidiskriminimin nuk i ka të përcaktuara në ligjin e 2008-s. Ai vjen me një përmbajtje në kuptim të antidiskriminimit dhe të pjesës e cila është në mënyrë integrale e parashikuar në këtë projekt ligj. Faleminderit. Neni 10. Gjua me ndjeshmëri gjinore gjithë përfshirëse. Përcaktohet detyrimi i Këshillit të Ministrave që të përcaktojë me vendim rregullat A mund të kem vëmendjen tuaj? Ju lutem, po zoti Strazimiri. Neni 10. Neni 10. Gjua e ndjeshme gjinore gjithë përfshirëse. Institucionet legislative dhe Këshilli i Ministrave marrin masa që në hartimin, miratimin dhe zbatimin e veprimeve politike etj. Më radh, të përdorin një gjuhë me ndjeshmëri gjinore gjithë përfshirëse. Eliminimin e diskriminimit gjinor dhe pabarazive gjinore për shkak të përkatësisë së shumë fisht. Shumë interesante. Do duhet dia ke cili ligji 2008 se keni gjetur përkatësinë e shumë fisht, nuk ka mbaruar. Ofruesit e shërbimeve mediatike të marrin masa për përdorimin e gjuhës me ndjeshmëri gjinore dhe pastaj përdoret gjuhë në përputhje me gjininë gramatikore, edhe këtë se kuptoj, si dhe gjithë përfshirëse e me aksesueshmëri. Neni 10, në thelb, në qoftë do ma thoni me 2 fjalë, po na dëgjojnë njerëz me arsim, pa arsim, që ta kuptojnë. Mund të ma shpjegoni me pak fjalë çfarë ka parasysh?
Gjua e ndjeshme gjinore do të thotë që në qoftë se ne kemi të emëruar një ministër, një gruaje nuk do t'i themi ministër, po do t'i themi ministra. Në qoftë se do kemi një doktor shkencash, nuk do të themi doktor shkencash për një grua, po do të themi doktore shkencash. Pra këtë përcakton dhe këtë ka kuptim kynen. Kjo që sa po thonë dhe që po e sankciononin ligjin fakt është në leksikun e përditshëm. Zonja ministre, nuk e thënë zonja ministër. Çfarë do të thotë për shkak të përkatësisë së shumë fisht? Ka një ministër që është mashkull dhe ndihet femër dhe do t'i thrasësh zonja ministre? Në qoftë se do të flasë për përkatësi të shumë fisht, sigurisht që ne jemi ministër, ministra. Pra, e kemi të përcaktuar qartë këtë gjë. Më falë, po pse të mos thuhet pabarazisë gjinore midis burrave dhe grave në pozicione, po të përkatësisë së shumë fisht, është terminologji që pak... Pse të mos flasim me terminologjinë e pikërisht atyre dokumentave të Bashkimit Evropian që ju përmendni në relacion. Nuk pa shkërkuar përkatësi të shumë fisht, as gjini gramatikore. Se dhe kjo është interesant dhe këtë doja të ma... Shumë fisht ka të bëj me etnin, ka të bëj me të qenit i një komuniteti të caktuar, ka të bëj me një moshë të caktuar, ka të bëj me, si mund ta shpjegoj, me një cilësi, me një status ekonomik. Pra, kjo është përkatësia e shumë fisht që është në kuptim të këtij ligji. Flas për përkatësinë e shumë fisht në kuptimin e këtij ligji. Po flas për përkatësinë e shumë fisht në kuptimin e këtij neni, i cili, po t'ju a lexoj, thot heqjen e stereotipeve gjinore në modelet sociale, kulturore, zakonet dhe praktikat e bazuar në to, eliminimin e diskriminimit gjinor dhe pabarazive gjinore për shkak të përkatësisë së shumë fisht, si dhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e barazisë gjinore, këtu nuk bëhet fjalë për mosh, as për etni, bëhet fjalë për gjini. 1 në 3 fjalë e keni gjini. Keni një nen, ku sigurisht thoni, për shkak atë që sapo cituat ju. Përkatësisë fetare, gjinore, etnike, etj. Me radhë. Ky nen nuk e thot në këtë mënyrë. Ky flet për përkatësi vetëm gjinore të shumë fisht. Zotis, zonja Seferi, ju lutem. Ju lutem se nuk e kemi bashkëbisedim me thonat drejtën. I vetmi këtu në këtë komision, të cilët me një marrëveshje fjale kam rënë dakord t'i bëj një përjashtim zotit Strazimiri edhe për shkak se jemi deputet vjetër, që i bën pyetjet 1 nga 1 dhe merr përgjigje, sepse këtu nuk lejohen pyetjet 1 nga 1. Bëhen pyetjet dhe merret përgjigje. M'fal, ja kam lejuar zoti Strazimiri këtë, por kjo nuk do të thotë se do ta kthejmë bashkëbisedim. Ju lutem zoti Strazimiri, pyetjet mund t'i përmbyllni dhe në bazë rregullore zoti kryetar nuk ka asnjë kufizim se si i bëj pyetjet unë. Askush nuk e kufizon dot. Kështu që nuk është privilegj, nuk është privilegj që ma jep thjesht, është privilegj që ma jep rregullore. Vetëm se mund t'i përmbledhësh pyetjet gjini gramatikore dhe gjithë përfshirëse dhe me aksesueshme. Ç'është gjini gramatikore? Po? Përdorët fjalën që është e përcaktuar në ligj, por në të vërtetë nuk është përkatësi gjinore e shumë fisht. Nuk ka në projekt ligj përkatësi gjinore të shumë fisht. Nuk e kemi të përcaktuar, nuk e kemi. Domethënë janë dy koncepte krejt të ndryshme. Ky është problemi. Dhe nuk ka lidhje fare me çështjen e gjinisë. Deputet, ne sa po e shpjeguam, pra kur flasim doktor, doktore shkencash, kur flasim ministër, ministre, kur flasim profesor, profesore. Pra, këto janë përcaktimet e gjuhës së ndjeshme gjinore. Këtë kemi pasur parasysh, këtë kemi shkruar dhe kjo ka qenë edhe fryma e çdo direktive e përcaktuar në instrumentat ndërkombëtar.
Pa mikrofon jeni. Po. Pra, do me thonë, ju këtu e keni fjalën për përcaktimin gjinor, më fal një sekond, kur thoni gjininë gramatikore, e keni fjalën për të përcaktuar nga pikpamja gramatikore gjininë e personit i cili referohet shkresa. Kjo është unë po përgjigjem, zoti deputet, ne përcaktojmë gjuhën e ndjeshme gjinore. Në Republikën e Shqipërisë të mos thuhet më ministër, po të thuhet dhe ministra. Të mos thuhet më doktor, po të thuhet dhe doktore. Ky është kuptimi sipas gjinisë gramatikore dhe këtë përcakton. Më tej kësaj nuk kemi asnjë përgjigje tjetër se nuk ka të bëjë me gjininë, ka të bëjë me gjininë gramatikore, ministër, ministra. Çfarë do të thotë përmbajtja, procedura dhe formulari tip i vlerësimit të ndikimit gjinor? Përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Po, në çdo projekt ligj që do të shkojë në Këshill të Ministrave, ne do donim që siç është RIA, pra një relacion i cili bëhet për ndikim impakti që do të ketë ligji në Republikën e Shqipërisë, çdo lloj ligji të ketë dhe vlerësimin e ndikimit gjinor. Pra, sa ndikon ky projekt ligj në barazinë gjinore, sa ndikon ky te burrat dhe te gratë, cilat janë nevojat e përcaktuara më qartë në këtë projekt ligj drejtuar burrave dhe grave. Këtë përcakton. Po. Është neni 10.4. Bëhet fjalë për gjuhën e ndjeshme gjinore gjithëpërfshirëse në praktikën e administratës, të medjave, të shtypit të shkruar, certifikatat, diplomat. Gjuha. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të përcaktojë me vendim rregullat e përgjegjësisë dhe tjetri është përmbajtja një formulari tip të vlerësimit të ndikimit gjinor, që ka lidhje direkte e shoh unë me nenin 10. A ka të bëjë kjo me ato përcaktimet se pastaj keni dhe një nen 12 më mbrapa? Ligji nuk lexohet ngërm, ligji lexohet dhe në tërësi. Keni një nen 12 më mbrapa që thotë prioritetet e ndryshme të burrave dhe grave në të gjithë diversitetin e tyre. Ju lutem, cila është dhe nevojave specifike gjinore. Do me thonë, cili është diversitetin, qofse i vetëm diversitet është burrë dhe grua, siç e ka thënë Perëndia. Çfarë diversiteti tjetër e keni fjalën? Në qoftë se bëhet fjalë për përcaktim të përkatësisë gjinore sipas dokumenteve evropiane që keni sjell në relacion. Do me thonë, pyetja që kam me merakun është kjo, mos ndoshta po përgatitet një, do me thonë që të hiqet fare ai ajo dhe të jetë dhej, siç e kanë kjo woke agenda, fjala vjen. Është kjo një, po përgatitet kjo? Quhet barazi gjinore fshirja e identitetit gjinor praktikisht? Ky projekt ligj, ashtu siç ju sapo pohuat dhe na that, ka një frymë të qartë antidiskriminimi. Më falni deputet që mos ngre zërin se pastaj e kam fajnu. Duke ashtu siç ju that dhe e përcaktuat qartë, fryma e këtij ligji nuk ka të bëjë fare as me gjinit, as me përcaktimin e gjinive dhe as me nxjerrjen e ndonjë formulari të posaçëm. Ju asiguroj për këtë, për shkak të një ekipi profesionistësh të cilët kanë punuar dhe garantojnë një siguri të plot për sa i përket çështjeve të antidiskriminimit të përcaktuara në këtë ligj dhe ashtu siç ju sapo e that, fryma e këtij projekt ligji, por dhe projekt ligji duhet lexuar në tërësinë e tij, duke filluar nga qëllimi dhe nga objekti i tij, i cili garanton, mbron dhe promovon arritjen e barazisë gjinore si vlerë themelore të zhvillimit demokratik të shoqërisë. Dhe ky është qëllimi i këtij projekt ligji, nuk ka të bëjë fare me caktimin e gjinive. Dhe zoti Strazimiri ka një pyetje të fundit. Duke bërë maksimumin t'ju, domethënë, ta mirëpres ju dhe stafin shumë profesional që kanë hartuar këtë ligj. A do të ishit dakord që të gjitha këto qëllime të mira
që ju keni në ligj, ti përqasni eksaktësisht, siç thot gërma e aki komunoter dhe gjitha dokumenteve që ju shkruani në relacion të Parlamentit të Bashkimit Evropian, ti përcaktojmë njësoj me të njëjtën terminologji që japin dokumentacione. Do me thonë, kur themi barazi gjinore, kemi parasysh të mbrojmë drejtat e grave. Ndonjëherë ndoshta edhe drejtat e burrave. Të flasim për diversitet, nuk e di, ke gratë që janë 7 zëna, diskriminohen çik më shumë, gratë që janë në moshën e pensionit diskriminohen çik më shumë, pse të mos I themi tamam këto? Kur themi gjuha e përdorur është një gjuhë që I bie rreth e qark gjithmonë, duke pasur parasysh që qëllimi nuk ka qenë ky që pyesja unë, po ky që thoni ju. Atëherë bëjmë jo se unë jam jurist. Kjo në një farë mënyrë është një kontratë që ne këtu bëjmë, populli po na dëgjon, në emër të popullit po bëjmë një kontratë bashkë. Do të ishit bashkëpunues në qoftë se nga pikpamja e teknikës legjislative, në këtë frym që ju sapo thatë tani, ne ndryshojmë terminologjinë këtu dhe bëjmë burri dhe gruaja siç e ka BE-ja në secilën prej akit saj. Do të ishit bashkëpunuese për këtë apo është e panegociueshme? Mbetet vetëm dëshira që kanë pasur ekspertët. Ju thash si jurist unë shoh çfarë shkruhet në kontratë pastaj ve firma. Po faleminderit zoti Strazimiri, zonja Seferi. Nderuar deputet, ne kemi përcaktuar dhe kemi parashikuar këtë projekt ligj të depozituar në Këshill të Ministrave pikërisht në frymën që ju sapo thatë, në frymën e antidiskriminimit dhe në frymën e mos diskriminimit mes burrave dhe grave. Sigurisht që gjithçka që kemi parashikuar aty është në frymën e direktivave dhe në frymën e Konventës së Stambollit apo të gjithë grupit e ekspertëve SIDO, të cilat I kanë të parashikuara të gjitha, të qarta. Fryma jone këtij projekt ligji është kushtetuta, burr dhe grua. Kështu që gjithçka që është këtu e përcaktuar është e shkruar në këtë projekt ligj. Pikërisht se fryma që sapo thatë është kushtetuta, e përcaktuar burr dhe grua. Pyetja ime ishte shumë konkrete. A mund të flasim me termat kushtetues burr dhe grua këtu? A mund të flasim me termat e Bashkimit Evropian të aki komunitar dhe gjitha dokumenteve të tjera që ju keni vendosur në relacion ku thuhet burr dhe grua? Do të ishit gatshëm ta bëni këtë në emër të kushtetutës, të dëshirës së mirë dhe të parafrimit në terminologji, në gërm, jo thjesht në frym, pikërisht me dokumentat që ju përmendët. Po apo jo? E gjithë fryma antidiskriminimit është kjo. Kështu që gjithë projekt ligji ka këtë frymë antidiskriminimi dhe atë nën kupton deputet. Kështu që gjithçka është e shkruar qartë aty. Po flasim për garanci personale këtu o zoti Strazimiri. Po flasim për garanci ligjore. Pyetja është shumë konkrete. Mbasi jam dakord për qëllimin. Vendosjen e terminologjisë. Do të ishit bashkëpunues tu ta kalojmë të ligj duke përcaktuar terminologjinë sipas asaj që thatë kushtetuta. Dhe të gjitha dokumentat që ju parashikoni këtu që na sillni këtu në relacion. Terminologjia, gërma, burri dhe gruaja. Le të bëhet pak më I gjatë neni. Terminologjia është e qartë, deputet, është e qartë shkruar aty, burr dhe grua. Pra e kemi të qartë. Ju jeni deputet, ju mes jush mund të diskutoni për sa I përket ndryshimeve që doni të bëni në projekt ligj, por ju sigurojmë dhe ju garantojmë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale që qëllimi nuk ka përgjigje, kjo është përgjigjja ime. Gjithçka që ne kemi përcaktuar në këtë projekt ligj ka të bëjë me frymën e kushtetues, me burr dhe grua. Dhe teknika legjislative në frymën e direktivave përcakton mos diskriminimin për shkak të gjinisë. E gjitha kjo është pjesë e kësaj gjë. Kështu që unë këtu e kam dhënë përgjigje. Të tjetër, në kuptimin e terminologjisë të teknikës thjesht legjislative, do të kishim bashkëpunimin tuaj në qoftë se ne terminologjinë që ju përmendni këtu e përcaktojmë pak më mirë. Por derisa e kemi termin dhe në kushtetutë dhe në dokumentat e Bashkimit Evropian, do të kishim bashkëpunimin tuaj për këtë apo kjo është e panegociueshme? Kjo është pyetja, po ose jo. Do të kishim bashkëpunimin tuaj apo jo? Shumë faleminderit zoti Strazimiri.